është për të gjithë ata që e nisin ditën duke e parë lëkurën me lupë në dritën e pasqyrës së tualetit apo tek ashensori. Për të gjithë ju që mendoni se disa shenja në lëkurë ju definojnë. Por më besoni, ato janë vetëm shenja dhe teknologjia ka avancuar aq shumë sa ne mund t'ju ndihmojmë sot. Unë kam qenë një prej jush, edhe sa më shumë kalon koha, aq më shumë e kuptoj që në jetë po bëj atë që dua të bëj, të ndihmoj sa më shumë njerëz që kanë akne, shenja aknesh apo melazma. Megjithatë, fokusi i episodit të sotëm do të jenë shenjat e akneve. Shenjat janë dëshmi e luftës tonë, nuk kemi përse t'i mbajmë përgjithmonë. Por çfarë janë këto shenja, përse krijohen, si mund t'i trajtojmë? Për ta bërë sa më praktik këtë episod, sepse ti nuk je këtu për të ndjekur leksionin tim mbi shenjat e akneve, unë kam vendosur të ndaj pak nga përvoja ime klinike dhe gjithashtu të kem të ftuar në studio një farmaciste e cila ka ndryshuar jetën e të gjithëve ne për mirë, sepse ka sjellë në Shqipëri për herë të parë një aparaturë të cilës të gjithë i referohemi kur vjen puna tek trajtimi i shenjave të akneve. Shenjat e akneve janë disa lloje. Mund të kemi shenja më të thella, shenja të valëzuara, shenja që lënë më pas hije të kuqe në lëkurë. Këto të fundit zakonisht trajtohen më lehtë, qoftë me kremra në shtëpi, me peeling të lehtë, kurse shenjat të cilat janë më të thella ka nevojë dhe për trajtime më të fuqishme dhe më invazive, siç mund të përmendim Dermapen 4, RF microneedling, lazera të ndryshëm. Le ta nisim me microneedling. Microneedling është një procedurë e cila përfshin shpimin e lëkurës nga disa mikrogjilpëra të vogla, traumatizohet lëkura, kësaj traume i përgjigjet duke prodhuar më tepër kolagjen dhe elastin dhe duke riparuar të gjitha dëmet që gjen në rrugës. Kurse një teknologji tjetër që përdoret për pjesën e shenjave të akneve, kur ato janë më të thella dhe dëmtimi është në shtresat e thella të dermës, është radiofrekuenca me mikrogjilpëra, e cila përveç se bën këtë dëmtimin dhe traumën mekanike që bën microneedling i thjesht, çon në brendësitë e lëkurës tonë edhe nxehtësi, duke stimuluar akoma më fuqishëm prodhimin e kolagjenit. Kur buzët e shenjave janë më të mprehta, na duhet që të bëjmë dhe kombinime të tjera, për shembull të shtojmë një peeling shumë të thellë në kursin tuaj të trajtimit. Na duhet që të bëjmë subcision, na duhet që të shtojmë skin boostera dhe të kombinojmë terapi të ndryshme. Pra, nuk mund të kemi një qasje të vetme ndaj shenjave të akneve. Gjithmonë, terapitë e kombinuara janë ato që funksionojnë më mirë. Sot kam kënaqësi të kem në studio Artiona Muçollarin, farmaciste, specializuar në estetik të avancuar, gjithashtu drejtuese e United Med, një kompani e cila sjell në Shqipëri aparatura mjekësore dhe produkte për përdorim në mjekësinë estetike. Gjithashtu, Artiona ka qenë e para që ka sjell në Shqipëri Dermapen 4. Mirë se erdhe Artiona. Faleminderit Anta, faleminderit për ftesën. Jam shumë e lumtur që jemi neve sot. Gjithashtu. Dhe mezi pres të fillojmë të flasim për shenjat e akneve, patjetër, e cila është një problematikë që na ka shoqëruar ne të dyjave prej shumë vitesh. Po. Unë kam folur pak për historinë time dhe njerëzit e njohin, po nëse dhe ti do ndaje pak nga rrugtimi jot me shenjat e akneve dhe si u lidh çdo gjë me dermapenin, do të thënë çdo gjë në jetë ndodh për një arsye mendoj, kështu që na tregove ti arsyen tënde. Rrugëtimi fillon 6 vite përpara. Unë kisha akne aktive, sepse tash lëkura është në fazën e vet të rikuperimit. Por 6 vjet përpara nuk ishin këto metoda. Një nga arsyet pse ne zgjollëm dermapenin ishte sepse unë e provova vetë në një kongres. Pra shkova pash dermapenin dhe ishte një nga procedurat e para pak mini invazive që unë provova tek vetja. Ke pasur akne aktive atë periudhë? Akne aktive, dhe ke bërë dermapenin në akne aktive. Që t'i japim fund edhe një miti që dermapeni nuk kryhet në akne aktive. Dermapeni është një nga procedurat kryesore, mendoj, ose faza e parë në trajtime për aknet aktive. Në bazë të protokolleve që ka, absolutisht që përdoret. Më trego pak më tepër? Në seancën e parë pak skeptike dhe unë, normalisht, sepse mendon si mund bëhet një procedurë e tillë në akne aktive, por ishte si debat mes meje dhe kompanisë më ka thënë. Inventorit të dermapenit.
Ai thot po do ta provojmë. Unë them okay, nuk e di se si funksionon, por po. Dhe do takonim përsëri për 1 muaj në Monaco në AMWC. Dhe thot, ne do e provojmë dermapenin sot, mbas 1 muaji do shifena. Aty do e shofësh ti, do e marrësh apo s'do e marrësh dermapenin. Dhe në fakt ishte e vërtet sepse kështu ndolli. Mbas 1 muaji lëkura ime ishte pak më e qetë, jo akne të inflamuara, gjë që u shifte dhe nga njerëzit që më rrethonin, sepse unë nuk është se e kam sheh ndonjëherë fytyrën ose problematikën, dhe kështu nisi rrugtimi. Po përveç kësaj, pavarësisht se një procedurë bëri punë për mua, ne kërkonim që edhe aparati ose produktet që ne kemi në portofol të jenë brende. Patjetër. Që do të thotë, Dermapeni vetë është një brand i patentuar, pra jo çdo kompani tjetër mund ta imitoj pjesën e scar treatment. Nga ndryshon, po, ja, diçka dua të përqendrohemi pak te kjo. Nga ndryshon sepse njerëzit i referohen Dermapen çdo procedurë mikronidëllim në Shqipëri. Por në fakt Dermapeni është një dhe i vetëm. Është Dermapen 4 momentalisht, dhe ka një teknologji të patentuar siç e the ti. Si të kuptojmë dhe të ndajmë Dermapenin origjinal nga pajisje që e imitojnë në treg? Pikë së pari, Dermapeni duket kështu. Ky aparat ka patentën origjinale të Dermapenit. Është i vetmi aparat digital që shkon deri në 3 thellësi për pjesën e shenjave post akne. Është i automatizuar, pra shpejtësinë, thellësinë, secili Kjo është shumë e rëndësishme se nuk dëmton dhe lëkurën e pacientit. Patjetër. Mënyra se si e bën goditjen është në kënd të drejtë, futet del me njëherë me një shpejtësi 1920 shpime në sekond. Pra, dhe këto janë shumë të rëndësishme për traumën që i shkaktohet lëkurës. Se njerëzit nuk e kuptoni ju këtë, po aparaturat e tjera vërtet dëmtojnë lëkurën në momentin që ato gjilpëra futen dhe dalin nga lëkura. Gjithashtu është e vetmi aparaturë që shkon në 3 mm thellësi për të trajtuar shenjat post akne. Ne trajtojmë skalpin, trajtojmë strijet, zonën poshtë syve që është më delikatja. I gjithë trupi mund të trajtohet me Dermapenin. Cili është kandidati ideal për të kryer Dermapen? Se ne u fokusuam vetëm te pjesa e shenjave të akneve, por trajtojnë dhe problematika të tjera. Cilat janë disa nga problematikat kryesore dhe kandidati kryesor që mund të kryej Dermapen? Mund ta kryej dhe një adoleshent që i kanë dalë aknet dhe sapo i janë krijuar shenjat, pra që kur është 15 vjeç, apo duhet të presi të kalojë një moshë të caktuar për të filluar terapinë për shenjat e akneve? Kjo është një tjetër e mirë e Dermapenit që mund të përdoret në çdo lloj moshet. Moshat më të reja për pjesën e akneve, shenjave post akne, por ndërkohë një moshë tjetër më mature ne e përdorim për pjesën e minimizimit të rrullave. Mund ta përdorim për një moshë tjetër 25-35 për pjesën e poreve të zgjeruara, po. Mund ta përdorim për skalpin, nuk ka një moshë të caktuar që mund të përdoret. Dermapenin. Pra është një terapi dhe një trajtim që përdoret nga të gjithë pa një moshë të caktuar. Cilat janë llojet e shenjave që trajton Dermapeni? A merr përsipër edhe box scars dhe rolling scars dhe ice pick scars? Po, të gjitha llojet e shenjave. Nuk ka një kufizim për sa i përket përdorimit të Dermapenit. Kjo është një tjetër gjë e mirë për aparatin. Duke marrë parasysh edhe koston që ka trajtimi, është shumë gjë e mirë që kjo lloj aparature dhe kjo lloj procedure arrin të trajtoj të gjitha llojet e shenjave, sepse të gjithë kanë mundësi që të kryejnë diçka për shenjat e akneve pa u kufizuar nga buxheti që ata duan të shpenzojnë për këtë lloj trajtimi. A mund ta kombinojmë ne, sigurisht që Dermapeni funksionon shumë mirë i vetëm dhe edhe unë edhe ti e kemi punuar me vite me radhë Dermapeni dhe e dim se çfarë mund të bëj. Por, a mund ta kombinojmë Dermapenin me trajtime të tjera? Po, si për shembull Rezhuranin? Dy trajtimet e preferuara. Po, mund ta kombinojmë me peelings, mund ta kombinojmë si është eksperienca jote? Dermapeni njihet edhe si lojtar ekipit. Ç'do të thotë? Dermapeni është pjesë e një çante të të gjithë mjekëve. Pra nëse ti do të fillosh çfarë do lloj proceduret, Dermapeni është aty. Si për kirurgët plastik, si për dermatologët, si për një mjek të përgjithshëm, si mjek estetik.
Pra dermapenin e përdor në shumë dimensione të ndryshme. Patjetër që mund të kombinohet edhe me terapi të tjera. A është më efektiv? Patjetër rritet efektiviteti i të dy procedurave, po thojmë, nëse përdoren në një seancë. Por dermapenin ti e përdor me një peeling, ka protokollet e veta. Direkt mas dermapenit aplikojmë peeling. Kjo gjë na ndihmon atë pjesa e hiperpigmentimeve ose te pjesa e shenjave të akneve ose akneve aktive, dhe në këtë lloj forme ne edhe sterilizojmë pak lëkurën. Mund ta kombinojmë me regjuran direkt mbrapa. Aplikojmë dermapenin, aplikojmë regjuranin mbrapa. Mund ta aplikojmë direkt mas hydrofacialit. Prapa është një opsion tjetër kjo. Po, kjo është madje është një nga kombinimet më të preferuara tek pacientët e mi. Bëhet hydrafaciali para, heqim një stres të qelizave të vdekura dhe direkt përgatisim lëkurën për të punuar me dermapenin. Fakt është një fakt interesant, një kirurg plastik në Suedi, Pierre Hayden, e ka dermapenin tan kohën në sallën e operimit. Që do të thotë? Tha, unë bëj facelift dhe direkt mas faceliftit unë aplikoj dermapen. Sepse çfarë rëndësie ka të bësh facelift nëse ti nuk stimulon kolagjenin e lëkurës. Është shumë e rëndësishme kjo, po, shumë interesante. Pra është një aparat që ka funksione si nga ana e klinikës, por edhe për pacientin, gjithashtu sepse edhe pacienti, siç e thellë ti the që të gjithë mjekët e nisin me dermapen edhe duhet ta kem patjetër dermapenin në klinikë dhe në fakt ti e di dhe historinë time se si e nisa unë. Unë kam pas vetëm dermapen në klinikë dhe gjithë i trajtoja vetëm me dermapen, ndaj ndoshta dhe eksperiencën e kam pak më të madhe sepse kam punuar goxha gjatë vetëm me pjesën e dermapenit dhe jam shumë e lidhur me atë aparaturë se ka qenë investimi im i parë që bëra për klinikën Onia, kështu që unë e dua shumë fort dermapenin. Ti përmende pak që me njëherë pas procedurës ne mund të aplikojmë pjesën e peelingut. Një nga protokollet më të shpeshta të dermapenit dhe më të kryerat nga pacientët është kombinimi i mezoterapisë dhe peelingut. Ka një konfuzion mbi protokollet e dermapenit, sepse ti përmende faktin që ne vendosim peelingun e dermapenit me njëherë pas procedurës, ashtu siç është lëkura e skuqur, dhe zakonisht procedura më e shpeshtë që bëjnë pacientët është kombinimi i dermapenit, mezoterapisë dhe peelingut kimik. Por pacientët shqetësohen shumë dhe nuk e di pse shqetësohen, të them të drejtën, kur thonë, "Ua, pse të treja në një ditë do i bëj unë? Pse kështu bëhen? A je sigurt doktoresha?" Po, jam shumë e sigurt. Këto janë protokollet të vetë dermapenit, pra nuk është diçka që e kam shpikur unë apo Artiona në këtë rast. Janë udhëzime që ne na vijnë nga kompania, të cilat funksionojnë për problematikat e lëkurës tuaj. Pse janë më efektive kur ne kombinojmë edhe mezoterapinë edhe peelingun bashkë me dermapenin? Dermapeni ka si gjithashtu dhe FDA. Kjo është një proces i gjatë që të marrin CE approved edhe FDA approved. Dhe normalisht Amerika dhe Europa kontrollojnë çdo aparat. Si funksionon, pse funksionon me këto mezoterapi, si shpërndahet produkti, si është ky protokoll me pjesën e peeling. Pra përderisa e ka aprovu FDA-ja. A din kush jena ne? Ta tregu që po. Por sigurisht që është dhe protokolli, një nga protokollet më rezultativ që ka dermapeni. Unë praktikisht në klinikë dermapeni vetëm me mezoterapi nuk e ofroj fare. Me thënë bëj vetëm kombinimin dermapen, mezoterapi dhe peeling kimik, sepse ai për mua funksionon 100 herë më mirë se sa i vetëm, sepse peelingu dhe na heq stresin e qelizave të vdekura, dhe na lufton hiperpigmentimet, edhe ndonjë akne aktive që mund të ketë. Ti mezoterapi si po flet për MG. Unë po flas për MG. Kjo është tjetër një pikë që duhet të sqarohet. Jo çdo lloj mezoterapie. Edhe dermapeni vet ka disa produkte. Brightening për pjesën e akneve, për pjesën e poreve, për rozacea. Pra, kjo është mezoterapia që ti po flet. MG Collection po e quajmë. Por unë po, e drejt, kjo që duhet cekur patjetër. Në klinikën Onia ne punojmë vetëm me MG Collection, që janë mezoterapit e vetë dermapenit, sepse kështu është studiuar dermapeni, pra të funksionoj dhe të ketë
rezultate më të mira te pacientët me mezoterapitë e veta dhe të gjitha protokollet janë të ndërtuara në varësi të këtyre mezoterapive MG Collection që Dermapeni vet ofron. Mendoj që kjo ishte përgjigjja edhe për pacientët. Duhet të kenë pak më shumë besim. Edhe i sqaruam të gjithë, mendoj. Po. United Med sjell gjithmonë inovacione në Shqipëri. Unë jam nga të parat që i përshafoj, por jo vetëm unë, po dhe shumë mjek të tjerë në botë, edhe jam shumë e lumtur që vërtet kemi mundësi që të punojmë me këto lloj inovacionesh. Një nga inovacionet që u sollën në Shqipëri për herë të parë kanë qenë egzozomet. Po. Këto vezikula magjike, të cilat arrin të përcjellin sinjale brenda qelizave tona për t'i bërë ato të funksionojnë më mirë. Ka disa lloje egzozomesh në treg. Unë besoj u kuptua tani që punoj vetëm me brende dhe të patentuara dhe të sigurta për të përdorur te pacientët e mi dhe përdor egzozomet e Dermapenit. Nga veçojnë këto egzozomet e Dermapenit nga egzozomet të tjera në treg dhe pastaj do them dhe unë arsyen sepse përdor vetëm këto. Egzozome ditët e sotme është fjalë shumë e madhe, po negjohet gjithkund edhe për çdo gjë, po thojmë. Sepse ka egzozome nga trëndafili i egër. Por egzozomet e Dermapenit janë humane. Të marruna nga kordoni umbilikal, por në çdo gjë etike. Tani janë dhe pjesa e egzozomeve sintetike, po, të cilat po përdoren më së shumti në Europë. Humanet po përdoren në Japoni, në vendet aziatike, po. kryesisht. Kurse në Europë për çështje etike janë krijuar egzozomet sintetike, të tilla janë ato që ne ofrojmë në klinikat tona. Dhe kanë të njëjtat sekuenca si egzozomet humane, pra sillen njësoj si egzozomet humane, por janë përpunuar në laborator për të dhënë të njëjtat efekte kur injektohen tek lëkura jonë. Ne injektojmë vetëm nëpërmjet Dermapenit, sepse akoma nuk janë të certifikuara dhe të aprovuara për të injektuar direkt në lëkurë, por injektohen pasi kemi kryer procedurën e Dermapenit, ne injektojmë nëpërmjet kanaleve që ka hapur Dermapeni në lëkurë, penetrojnë dhe pjesa e egzozomeve. Dhe është dhe trajtimi më premium dhe më rigjenerues që ofron edhe Dermapeni. Unë i referohem kryesisht dhe kthehem te egzozomet në rastet e mia më të vështira. Kam pasur pacientë që kanë pas dëmtime nga viti 97 me granata dore, i kanë ngelur njollat e barutit akoma në lëkurë dhe i kam trajtuar me egzozome për t'ju zbardhur lëkura, pacientë që kanë pasur djegje nga CO2-shi, që sërish i kam trajtuar me egzozome për t'ju rigjeneruar lëkura dhe zëre sikur nuk kanë pasur më asnjë dëmtim në lëkurën e vet dhe kemi parë vërtet magji të ndodhin nga këto egzozome, nëse përdoren siç duhet dhe nëse janë egzozomet e duhura, sepse ne nuk jemi bim, ne nuk mund të marrim egzozome bimore, se e vërtet. Ne nuk jemi bim, nuk jemi kafsh, jemi njerëz, kështu që na duhet diçka e përputhshme me lëkurën tonë. Mendoj që unë mora një leksion sot nga Anta, jo vetëm dëgjuesit. Po, por nuk kemi mbaruar akoma. Vazhdojmë edhe pak, apo të lodha? Jo, absolutisht. Okej, është gjithmonë kënaqësi me fol me ty. Kështu që ne do vazhdojmë edhe pak. Dermapeni ka bërë një revolucion të vërtet, por edhe ti edhe unë e kuptojmë që çdo aparatur, çdo procedurë ka limitet e veta. Ndaj, siç janë pacientët shumë të ndryshëm, ata vinë me shenja të ndryshme, me një kombinim shenjash, janë sfidë më vete. Dhe ne na duhet që gjatë gjithë kohës atyre siç themi në zhargonin popullor, tu bëjmë derman. Po. Pra, na duhet t'u japim një zgjidhje. Dhe kjo zgjidhje ndonjëherë kërkon edhe teknika të tjera dhe një aparatur tjetër, më të fuqishme në efekte. Dhe kalojmë tek radiofrekuenca me mikrogjilpëra, të cilën edhe unë e ofroj te klinika Onja, ne ofrojmë potencën, por ju si United Med sillni si RF-in. Teknologjia në bazë është e njëjtë, radiofrekuencë me mikrogjilpëra. Siç ju shpjegova, futet mikrogjilpëra brenda në lëkurë, lëshon nxehtësi dhe stimulon akoma më fuqishëm prodhimin e kolagjenit. Në cilat raste mendon se radiofrekuenca me mikrogjilpëra është më efektive krahasuar me Dermapenin, pra cilat do ishin ata pacient ku ti do i sugjeroje për shembull radiofrekuencë me mikrogjilpëra dhe jo Dermapen, nëse buxheti nuk do ishte një problem. Sepse është procedurë pak më e kushtueshme.
Mendoj tek shenjat pak më të thella, por edhe në një moshë mature. Po. Sidomos mendoj 35 vjeç e lartë kanë më shumë benefit nga një radiofrekuencë me mikrogjilpëra, nëse kanë të kombinuar dhe pjesën e shenjave të akneve. Sepse ndihmon ndoshta tek pjesa një lifting i lehtë, jep një lloj tërheqje të lehtë dhe tendosje të lëkurës. Kështu që merr me një trajtim disa benefite dhe pse jo. Po. A mund ta kombinojmë, siç tham që mund të kombinojmë dermapenin me procedura të tjera. A mund ta kombinojmë radiofrekuencën me mikrogjilpëra dhe me procedura të tjera apo qëndrojmë vetëm te radiofrekuencë me mikrogjilpëra? Mendoj që në momentin që kombinohet ka efekt shumë më të mirë në këtë rast. Në qoftë se me dermapenin ne punojmë edhe vetëm dhe kemi rezultate shumë të mira, RF microneedling kur kombinohet me Rejuran në këtë rast ose me mund të kombinohet me një CO2, mund të kombinohet me lazerin Moxi. Më thënë ka me BBL, ka disa lloj kombinimesh. Ka efekt më të lartë dhe rezultatet janë shumë më të dukshme dhe pak ndoshta më të shpejta. Du të tregohem pak egoiste tek ja pjesë them, po do duken pak më shpejt. Ti e ke provuar vetë RF microneedling? Po. RF microneedling dhe e kam provu dhe vetëm dhe me Rejuran, kështu që ndoshta flas pak edhe nga eksperjenca. Po. Kur e kam kombinu me Rejuranin, efekti ka qenë shumë më i mirë. Më i shpejt. Po. Okej. Po për sa i përket kohës së rikuperimit, nëse e krahason për shembull me dermapenin, ke pas kohë më të shpejt rikuperimi, më të ngadalt rikuperimi? Po, pak më të ngadalt. Duke qenë që emeton pak energji, koha rikuperimit ndoshta 1-2 ditë më shumë. Po, mendoj se kjo koha rikuperimit varet shumë dhe nga thellësia në të cilën ne punojmë, sepse përgjithsisht me radiofrekuencë mikroneedling ne mund të përqendrohemi vetëm në thellësitë të lëkurës. Dhe nëse bëjnë vetëm RF microneedling, ju mund të keni një kohë rikuperimi e zëm për shembull 3-4 ditë. Kurse kur punojmë me dermapen mund t'ju duhen 5 ditë ose një javë se ne prekim dhe shtresën sipërfaqësore të lëkurës. Por kur janë shenja aknesh më të cekta, ne na duhet që ato gjilpërat e radiofrekuencës me mikrogjilpërat i punojmë më në sipërfaqe të lëkurës. Kështu që dëmtojmë edhe sipërfaqen, ndaj mund të na duhet një kohë pak më gjatë veprimi. Tek ty mund të ketë qenë ky rast, sepse mund të jesh punuar në disa nivele dhe mund të jetë dashur pak më tepër kohë rikuperimi. Artiona, të javim dhe një hint këtyre dëgjuesve të mi dhe shpresoj që deri atëherë të ketë ardhur në klinikën Onja ajo gjëja e madhe aprovuar nga FDA-ja për për trajtimin e akneve aktive? Besoj se unë jam shumë krenare i herë që ti do jesh e para në Ballkan. Po. Ti do jesh e para në Ballkan që do e kesh këtë aparaturë. Edhe është një nder për ne faktikisht. Është nder shumë për mua. Që do jetë një aparat shumë i mirë në duar shumë të sakta. Mezi pa pres që të fillojmë punën me pacientët dhe realisht të ndryshojmë sa më shumë jetë njerëzish për mirë. Është e vërtetë sepse aknet përveç faktit që ndikojnë vizualisht, ndikojnë edhe nga ana psikologjike. Jo çdo person është thjesht klishe kjo që ndikojnë anë psikologjike, ndikojnë vërtet se ne kemi provuar. E dim. Për shembull, unë kur fillova punën me dermapenin, isha në fazën time më të keqe për sa i përket fytyrës, kështu që ka qenë edhe një komunikim direkt edhe me klientin. Shumë e vështirë, po. Kështu që por le të mendoj për shembull për 18 vjeçarët, fillojnë universitetin që është pak më vështirë. Dhe mendoj që edhe aparatura re do jetë një hit. Mezi po presim që ta kemi tek Onja. Unë të falenderoj shumë Artiona që ishe me neve sot dhe mbi të gjitha dua të falenderoj United Medin dhe ty edhe Keidin sepse keni qenë një mbështetje shumë e madhe dhe për këtë podcast që ky të realizohet dhe unë të kem mundësi që të bëj diçka kaq të bukur për njerëzit që na dëgjojnë. Pa mbështetjen tuaj fillestare, nuk besoj se do ishte e mundur, edhe keni qenë shtys shumë e madhe, kështu që e vlerësoj pafund të gjithë mbështetjen që më keni dhënë dhe mezi po pres që të bëjmë gjëra akoma më të mira dhe më të bukura së bashku. Patjetër, është një kënaqësi gjithmonë me të mbështet ty. Njerëzit ndoshta të
të shohin në Instagram dhe të njohin si anta e Instagramit, po unë tallem me antën, faktikisht i tham vetëm ti nuk e din që ne jena shoqet ngushta. Por të rish me ty dhe të dëgjosh dhe të mësosh nga ti është privilegj, kështu që faleminderit ty për besimin. Faleminderit shumë. Ne bashk do të shihemi në episodin e radhës. Ju mos harroni të na bëni subscribe, sepse unë do ju marr me vete në Kore. Deri atëherë, shifemi. Paqim!